Përshëndetje gjithë, mirë se erdhët në konferencën e mbështetjes të Partizanit e programuar si gjithmonë në prag të sfidës së radhës, java e 15 a Biznes Superiore, ku skuadra kuq do përballet me Tiranën ditën nesër në orën 18. Në Albania, si gjithmonë kemi trajnerin Olten Kërnaj, i cili është gati për gjithë pyetjet tuaja. Duke filluar nga Vini pas ditore, por derbit janë derbi dhe gjithmonë kanë tjetër ritëm, tjetër emocion, si duket atmosfera brenda ekipit. Përshëndetje. Atmosfera, siç u thashë, javën e kaluar shumë e mirë brenda ekipit. Djemt janë përgatitur, dihet derbi ka një specifik tjetër, një adrenalin tjetër nga tifozët, nga lojtarët, nga net pranë stafit, çdo gjë ka tjetër realitet, ka tjetër specifik. Jena mundu ta përgatisim në mënyrën e duhur. Si e prisni Tiranën në këtë përballje? Sigurisht është në fund të tabelës klasifikimit, ndërkohë që pati një humbje të tmeshme të 6-2 kundrejt ekipit Dinamos, ju vini nga një barazim, ajo ndikon kjo e curit pozitive dhe a mendoni që ndikon negativisht të kundërshtari përballja e fundit për të sjellë këtë derbi? Zakonisht në derbi nuk është parë asnjë renditja dhe ekipeve. Gjithmonë kanë qenë nishe të luftuar pavarësisht pozicionit tabel, si nga ekipi jonë pashtu ndaj kundërshtarit. Gjithmonë është luftuar për çdo top dhe çdo gjë do jetë në kuadër të luftës sportive. Gjë nuk do nisemi fare nga renditja nga ndeshjet, të them realisht, i kena parë ndeshjen e fundit, por nuk do të nisemi fare nga ndeshjet e fundit të Tiranës. Merrem vetëm me ekipin tonë, kështu që jemi gati për ekipin tonë. Po nëse shohim derbit e fundit, flasim për Tiranën. Të paktën më tetor ka qenë me një rezultat 3-0, çfarë mund të bëjmë ndryshe për derbin e ardhshëm? Është komplet histori tjetër, është komplet histori qasje tjetër, mënyrë tjetër. Presim, ne do presim të japim maksimumin, si çdo ndeshje që ka dhënë çon të maksimumit, duke luftuar edhe herë ta përsërisim për çdo top, për çdo centimetër fushë, për të respektuar fanellën e Partizanit dhe tifozët e saj të shumtë. Si ndjeni ju në aspektin personal, më qenë që është derbi i parë, edhe pse keni përjetuar shumë si asistent, është ndryshe? Atëherë është një ndeshje speciale, besoj për çdo njeri edhe për mua, sigurisht derbi i parë, është ndeshja më speciale në Shqipëri. Pavarësisht shënditjeve, është një derbi. Me pak fjalë, është diçka speciale që do shohim, se si do lejmë fushës. Ndihem mirë, por besoj t'ja lejmë fushës. Si është gjendja e skuadrës, i keni gjithë lojtarët apo vazhdojnë? Skuadra vazhdon të jetë po e njëjta, ndoshta mund të jenë në pankinë si herën e fundit Skuka dhe Sembene, por nuk janë të gatshëm për 100% të formës, se vinë nga një dëmtim prej 4-5 javësh. Por e ka vazhdo të jetë i dëmtuar. Por djemt të tjerë, të them të drejtë, kanë dhënë mirë, kanë bërë goxha mirë këto kohë, kështu që ekipi është i gatshëm besoj. Dhe diçka të fundit, është përfolur shumë për pjesën e tifozëve, duket sikur jo vendet e para, pra jo pretendimi për titull që në fillim ose vendosja në vendet e para në tabelën e klasifikimit, duket sikur e ka zbehur pak entuziazmin e tifozëve për të ardhur për të mbështetur, qoftë Partizanin, po ashtu dhe Tiranën. Nga shitja e biletave të paktën që është raportuar të tani, janë diku të 1500-1700 të shitura. Çfarë mendimi keni ju ose çfarë do doni t'i shprehni tifozëve në këtë derbi? Atëherë të them të drejtën, tifozët tanë kanë ardhur në ndeshje, ndoshta janë në numër si zakonisht, por kanë qenë prezent në gjitha ndeshjet tonë, në Durrës, në Elbasan dhe këtu. Ugërilësat janë të pandashëm, janë tifozët numër 1 në Shqipëri dhe janë të pandashëm me ekipin, pavarësisht rezultateve të këqija që ekipi kishte në fillim të tyre, ata përsëri na mbështesin. Besoj dhe i ftoj që të na mbështesin nesër, shumë se nesër kjo ndeshje përveç lojtarëve është më shumë anën tifozlikut, është më shumë për ta që t'i bëjmë krenar dhe ata me rezultat pozitiv nesër. Sukses. Faleminderit.